Në Shkodër është përkujtuar 35 vjetori demonstratës antikomuniste të 13 dhjetorit 1990 që shënoi për herë të parë në Shqipëri rrëzimin e bustit të diktatorit Enver Hoxha. Ceremonia u zhvillua pranë memorialit kushtuar kësaj ngjarje historike, kur ora me lule u vendosën nga drejtues të shoqatës 13 dhjetori, deputet dhe përfaqësues të Partisë Demokratike në Shkodër, si dhe nga shoqata ish të përndjekurve politik. Ish pjesëmarrës në këtë demonstratë dhe përfaqësues të Partisë Demokratike risollën në vëmendje ngjarjet dhe mesazhet e asaj dite. Qytetarët e Shkodrës atë ditë 35 vite më parë shkuan në para bustit dhe me vendosmëri arriten për me zhgull nga Shkodra. Shpresojmë që asnjëherë, edhe pse po ka tentativa, simbolet e asaj diktature, simbolet e të keqes shqiptarëve mos kthehen më. Shkodra nuk i ka të pakta këto ditë përkujtimore, është një dëshmi e forcës së rinisë shkodrane, e familjeve shkodrane, të cilët të shumt erdhën këtu në shesh dhe me një akt të guximshëm dëshmuan edhe një herë që janë antikomunist. Demonstrata e 13 dhjetorit 1990 në Shkodër i parapriu zhvillimeve të tjera që çuan në rënien e regjimit komunist në Shqipëri. Në përkujtim të 35 vjetorit të kësaj ngjarje ka reaguar përmes një statusi në rrjetet sociale edhe kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci. Ai shprehet se kjo histori na kujton se liria kërkon kujtesë, përgjegjësi dhe punë të përditshme për të ndërtuar të ardhmen që duam.